Bismillahirrahmanirrahim. Jemi me një ndodhi që ka ndodhur në muajin e Ramazanit, një prej historive, një prej ndodhive më madhështore që ka përjetuar historia islame, e cila ka të bëjë me formën e ezanit që ne këndojmë edhe dëgjojmë sot, me ezanin edhe me ikametin. Në vitin e parë të hijretit, kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam emigroi nga Mekka për në Medinë, edhe krijoi një oazë të besimit edhe ndërtoi shoqërinë e parë besimtare, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bashkë me ndërtimin e xhamisë filloi të mendonte për formën se si do t'i thirrte njerëzit namaz. Duke qenë se shoqëria muslimane në atë kohë jetonte në gadishun arabik, një realitet ku kishte edhe shumë përkatësi dhe shumë grupe besimtarë që përkisnin feve të tjera, sahabët duke i referuar metodave të tyre filluan të sugjeronin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të njëjtat forma. Dikush tha i dërguami i Zotit përdorim bririn si hebrejt, dikush tjetër i tha i dërguami i Zotit të përdorim daullën ose zjarrin si mexhusët, dikush tjetër i tha të përdorim këmbanat apo çangat siç i përdorin të krishterët. Mirë, po të gjitha këto forma profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e kënaqeshin edhe nuk ndihesh rehat me ta. Një natë, një prej sahabëve, transmetohet shumë sahabë të tjerë, por ky ishte i pari që erdhi tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që njihet me emrin Abdullah bin Zeid, vjen tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpara namazit sabahut dhe i thotë: "O i dërguami i Zotit, kam parë një ëndër." Edhe i thot fjalët e ezanit që kishte dëgjuar: Allahu Ekber, ashhadu an la ilaha illallah, e gjerë në fund. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i pëlqeu shumë kjo, edhe i tha atij: "Mësoja Bilalit edhe i thuaj që të thras njerëzit për në namaz." Kur Bilali radiallahu anhu filloi të thirrte ezanin e parë që është shënuar në historinë e njerëzimit, të gjithë sahabët që e dëgjuan rendën me shpejtësi tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shumica e tyre ndërta edhe Omeri radiallahu anhu filluan që t'i tregojnë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që kishin parë të njëjtën ëndër. Pra me këtë histori, me këtë ndodhi, fillon ajo thirrje madhështore që neve na thret 5 herë në ditë për t'ju bashkuar lutjes, për t'ju drejtuar Allahu xhaleshanuhu me namazet tona, thirrje e cila përfundon me hayya alas salah, hayya alal falah, e jeni në namaz, e jeni në shpëtim, dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguar i tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.